Absolutisht nuk është humbje, me 2 nëntor loja fillon 0-0. Националната алијанса за интеграција на локалните избори освои над 114.000 гласови и 159 советници на државно ниво и е победник во споредба со Влен, која освои над 91.000 гласови и 122 советници. Ова го изјави лидерот на интегративците Али Ахметри по денешната седница на Централното претседателство, каде што беа разгледани резултатите од локалните избори. Тој оцени дека и овој пат доминирал синдромот на Газиместан. Që dominon sindromi I Gazimestanit, që humbsi na del fitues. Në këtë rast, leni edhe në 2 ciklet që përmenda ma larkë në zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale, si dhe në zgjedhjet politike lokale, nga humbës del fitues. На прашањето дали ќе се повлече од политиката по вториот круг од изборите, Ахмети одговори. Përse të tërhiqem atë vëlla, a I ndëgjoni ju, a keni vesh as keni? Kush ka fituar? Humbsi duhet tërhiqet, jo fituesi. A I doni dokumenta. Shkoni në KQZ, verifikoni dhe nëse verifikuat për 25 vjet një humbje të Ali Ahmetit, atëherë hajdeni flasim. Лидерот на ДУИ ја повтори својата порака дека треба да има предвремени парламентарни избори. Orientimi jon është që ky vend duhet të ketë zgjedhje të parakoshme dhe jo me shumë vonesë. На ова реагираше еден од лидерите на Влен, Билал Касами, кој изјави: Nuk besoj se do të marrë seriozisht Ali Ahmeti sepse ai është nën presionin e rezultatit të zgjedhjeve dhe besoj që pas konsultimeve me organet e partisë do të ndrojë qëndrim sepse ky rezultat zgjedhor në të cilin e kemi fituar 11-1 besoj që nuk është rezultat me të cilin ai mund të përgatitet për të shkuar në raundin e dytë, për të shkuar në zgjedhjet parakoshme. Што се однесува до изборниот процес од 19 октомври, Ахмети во целина го оцени како добар, но како што додаде со неколку недостатоци.